Kreu i Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore Damian Gjiknuri në mbledhjen e qeverisë të grupit parlamentar tha se komisioni pavarësisht bojkotimit të Partisë Demokratike po vijon punën. Gjiknuri theksoi se komisioni ka të gjitha kapacitetet për të vijuar i vetëm, por që mbështetja e palës tjetër është e nevojshme, përfshiktu edhe faktin se artimi një reforme të zgjedhore është dhe detyrë nga procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Gjiknuri theksoi se ekspertët kanë nisur punën dhe se është gati drafti i parë teknik. Faleminderit. Po bëj një përmbledhje shumë të shkurtër të gjërave që përgjithsisht ju i dini. Komisioni Reformës Zgjedhore u formua në tetor të vitit të shkuar, pas një procesi dialogu me opozitën, duke dakorcuar përgjithsisht ato parime që kanë udhëhequr punën e këtij komisioni, që është një lloj komisioni sui generis për arsye sepse diktohet nga bashkëdakorcia, bashkëdrejtimi dhe nuk diktohet nga vullneti i njërës palë për sa i përket punës së komisionit. Kjo traditë ka qenë zbatuar që nga viti 2001, ku kemi pasur disa reforma të suksesshme, por dhe shpeshherë edhe dështime, ku nuk kemi gjetur dakordsi dhe nuk është kryer reforma zgjedhore. Mbaj mend që kemi bërë 2008-ën, 2012-ën, 2020-ën që të quhet reforma të suksesshme, ku është kryer një reformë e thellë e kodit zgjedhor, por nga ana tjetër, siç edhe vitin e kaluar, që pavarësisht se u bën disa ndryshime në kodin zgjedhor, nuk mund të quhet reformë. Sot që flasim, jemi para faktit që komisioni ka bërë 2 mbledhje, ka përcaktuar një prioritet pune, ka një agjendë, ka një program që përputhet me rekomandimet e ODIHR-it dhe me gjitha me ato prioritete që rrjedhin nga procesi i integrimit, pra ato interim benchmark, ku si prioritet i vendosëm vetes edhe me dëshirën e grupit që ta trajtonim ligjin për financimin e partive politike. Në fakt filloi një proces i mirë, patëm një dakordsi dhe me palën tjetër, u futën dhe faktorët ndërkombëtar që do ta shtynin këtë proces. Sot jemi para faktit që kemi një draft teknik, por që procesi është ngrirë për shkak të situatës politike, mas zgjedhjes së avokatit të popullit dhe më tutje me situatat e reja politike, kështu që procesi ka ngrirë. Në këtë pikpamje, ajo që mbetet për të parë se si do të ecim më tutje, kuptohet që ligji zgjedhor, edhe ky ligji për financimin e partive, edhe në raport progres, po dhe nga thirrjet e atyre aktorëve që në masin e progresin kërkojnë që të ketë dakordsi. Gjithsesi, kjo është një vendimarrje politike se sa e rëndësishme është që të ecë përpara edhe pa mbështetjen e palës tjetër. Për sa i përket kodit të ri zgjedhor, objektivi është për ta mbyllur në muajin qershor apo në korrik, ndërsa pritet tashmë se si do të jetë situata edhe në bashkëpunim me opozitën në lidhje me këto reforma të rëndësishme.